që dim që pavarësisht faktit që rruga drejt pozicionit që e kemi sot nuk ka qenë e lehtë, kudo që arrim e shohim që sfidat nuk përfundojnë. Por kur jemi pranë njëra tjetrës, kur ja ofrojmë dorën e përkrahjes njëra tjetrës, gjithçka te i kalohet më lehtë. Kosova është shumë e privilegjuar në këtë rast në mesin e 13 vendeve. Vetëm 13 vende momentalisht në botë e kanë gruan presidente. Ne si UN Women jemi duke lansu një fushat të quajtur për të gjitha gratë dhe vajzat. Bashkë kështu që shemi sot. Gjeneratën e parë të grave të shkolluara dhe gruan e dytë presidente dhe gruan e cila me të vërtet është presidente, po është iztare e barazisë gjinore dhe punon me të vërtet seriozisht dhe sinqerisht me zemër për fuqizimin e rolit të gruas, tregon se me të vërtet Kosova ka te kalu bariera, ka bën ndryshime rrënjësore në shoqëri, mirë po është historie e suksesit. Duhet të krijojmë një kulturë barazie, një ambient barazie ku djemt dhe gratë, burrat dhe vajzat e dinë që dhuna nuk është e pranueshme. Neće biti pokompletan ako nisu i žene s invaliditetom uključene zajedno. Prava, ljudska prava pripadaju svim ženama i devojčicama, bez obzira da li su ili sa invaliditetom ili ne. Sve u svemu položaj žena u nerazvijenim zemljama. Pensioni është etapa e dytë e jetës dhe ti mund të menaxhosh zemra është llampa e shpirtit. Vetëm ndërsa atë llampë di diçka pak, edhe fillon një diçka që ka je atë. Për shembull, ishte dashtë që mos buhet trajnimet, mi po trajnime edhe pensioneve. Unë jam person me aftësit kufizuara, por në asnjë formë nëse flasim për barazinë gjinore në familje nuk jam dalluar as nga vllau. Përndryshe, në asnjë formë nuk duhet të dorëzohemi. Pra që jetojnë në zona rurale në Kosovë, kanë sfida, si qasjet e pronësia në to, financat, dhe tregjet ku mund t'i shesin prodhimet e veta, çfarë mund të bëni ju si presidente. Sot jam pjesë atij institucioni publik, ku dikur i ka marrë edhe hapat e ditorisë atje. Unë jam e vetmja vajza rome e cila e kam përfunduar magjistër në Universitetin e Prishtinës dhe jam e vetmja mësuesja e gjuhës rome në komunën e Prizrenit.